Ndarje familjare nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Taribi dhe Akili, djemë të mëdhenj të Ebu Talibit, nuk ishin ndjekur shembullin e vëllezërve të vegjël, Gjaferit e Aliut. Por, sikur se Jati, kishin mbetur të pakonventuar, por tolerant. Shumë i ndryshëm ishte qëndrimi e Ebu Lehebit, që prej përballjes së fundit me prijesat Kurejsh, ai ishte armiqësuar haptazi, dhe gruaja e tij, Gjemil, motra e prijesit Shemsit Ebu Sufjan, kishte zënë urrejtje për të dërguarin. Mes njëri tjetrit, ata i detyruan dy bijtë e tyre të mohonin Rukajen e Kulthumin. Nuk dihet nëse martesa tashmë kishin ndodhur, apo nëse ato ishin ende të fejuara. Por kënaqësia e Gjemilit me këtë prishi un pak kur ajo dëgjoi se kushëriri i saj i pasur Umejad Uthmani ibn Affan kishte kërkuar dorën e Rukajes dhe ishte martuar me ta. Kjo martesë ishte më së kënaqëse për të dërguarin, gjithashtu edhe për Hatixhen. Vajza e tyre ishte lumtur, edhe ëndri i ri ishte i përkushtuar ndaj saj dhe tyre. Ishte edhe një konsiderat që nxiste të ishin falendërues. Rukaja ishte më e bukur e bijave të tyre, dhe ndër gratë më të bukura të brezit të saj në tërë Mekën. Dhe Uthmani ishte burr mjaft i pashëm. T'i shihje bashk ishte në vetvete arsye për t'u shënduar. Zoti është i bukur dhe do bukurinë. Pak kohë pas martesës së tyre, kur që të dy mungonin në Mekë, i dërguari u dërgoi një lajmëtar, i cili u kthye mjaft më vonë se ç'pritej. Kur filloi të nxirrte shpajsimet e tij, i dërguari ja preu: "Ta tregoj unë, po deshe që të mbajti." Ti ndejte atje duke kundruar Uthmanin e Rukajen, i habitur me bukurinë e tyre. Halla të dërguarit Arva kishte ndarë mendjen të hynte në Islam. Shkaku i drejt për drejt i vendimit të saj ishte i biri Tulejbi, një djalosh 15 vjeçar, i cili së fundmi kishte bërë dëshmimin e besimit të shtëpia Arkamit. Kur i tregoi së ëmës, ajo tha: "Sikur të mund të bënim atë që bën njerëzia, do mund të mbronin djalin e vëllait ton." Por Tulejbi refuzoi të pranonte një vagullti të tillë. "Ç'të pengon ty," tha ai, "të hysh në Islam dhe ta ndjekësh atë? Vëllai yt Hamsa e bëri këtë." Dhe kur bëri shfaqësimin e saj të zakonshëm se po priste motrat, ai e ndërpreu me fjalët: "Po të lut pash Zotin që të shkosh e ta përshëndesësh dhe t'i thuar se beson në të, e të dëshmosh se nuk ka Zot përveç Zotit." Ajo bëri që kishte thënë ai, dhe pas kësaj mori kurajo dhe e qortoi të vëllain Ebu Leheb për trajtimin e nipit të saj. Sa për kushërinë të Hatixhes, me t'u bërë Islami i njohur në Mekë, gjysmë vëllai i saj, Neufeli, u kthye në një ndër armiqt më të këqij e më të dhunshëm të tij. Megjithatë, kjo nuk e pengoi të birin e Spetin që ta pranonte fenë, çka përbënte për Hatixhen kompensim të armiqësisë së Neufelit. Por që shgënjimi që nipi i saj i preferuar, Shemsiti Ebul As, dhe ndër i saj për disa vjet tashmë, nuk ishte hyrë në Islam si e shoqja Zeynep. Dhe tani, ati po i bëj trysni e madhe nga prijesit e klanit dhe të tjere që ta dëpërconin të shoqën. Ata shkuan deri aty sa t'i sugjeronin të kërkon të nusën më të pasur, me lidhje më të forta më të bukurën që disponohej në Mekë, duke i premtuar se po të divorcohej,
do të bashkonin përpjekjet për ta rregulluar martesën në fjalë. Por Zejnebi dhe Ebul Asi duheshin thellësisht. Ajo kishte shpresuar dhe ishte lutur gjithnjë që ai t'i bashkohej në Islam. Ndërsa ai, nga ana vet, u tha të afërmëve se ai e kishte të gjetur gruan e tij dhe nuk donte tjetër. Hakimi, një tjetër nip i Hatixhes, djali i vëllait të saj Hizamit, i cili afro 20 vjet më parë i kishte dhuruar Zeidin. E ruajtja fiksionin për Hallën dhe familjen e saj pa hequr dorë nga zotërat e Kujeshëve. Por vëllai i Hakimit, Halidi, hyri në Islam. Vërtet, nuk udhëzon ti këdo ti, por udhëzon Zoti kë dëshiron ai. E vërteta shprehur në këtë varg përsëritet vazhdimisht përgjatë Kuranit. Por nëse shpallje të tilla ndihmonin t'ia lehtësonin të dërguarit ndjesinë e përgjegjësisë, ato nuk e pengonin nga mërzitja për vetdijen rreth kushëririt të tij mazumës Abdullahut. Dhe një tjetër rast i tillë, i cili shkaktonte mbase edhe më tepër mërzi, ishte ai djali të xhaxhait të tij Harith, Ebu Sufjanit, vëllait të tij nga Xhiri, kushëririt dhe shokut të dikurshëm. Ai kishte shpresuar se Ebu Sufjani do t'i përgjigjej mesazhit të tij. Mirë po, mesazhi përkundrazi kishte shkaktuar ndarje mes tyre dhe largimin e ftohtësia e Ebu Sufjanit rriteshin me kohën, mbase nga ndikimi i Ebu Lehebit, xhaxhait të tyre. Edhe të tjerët u bën që të ndjenin të vërtetën e ajetit të lartësuar. Ebu Bekri ishte pasuar në Islam nga shoqja Ruman dhe nga Abdullahu e Esmaja, djali dhe bia e tij nga një grua tjetër, që siç duket kishte vdekur. Rumani sapo kishte lindur një bijë të dytë, të cilën e quajtën Aisha, dhe e cila tani ishte sikur si djali i Zeidit, Usama, ndër fëmijët e parë të lindur në Islam. Por ndonse Ebu Bekri kishte qenë përgjegjës për aq shumë kthime, ai nuk ishte në gjendje të kthente djalin e tij të madh, Abdul Kaba, i cili u rezistoi të gjitha përpjekjeve të Teatit dhe të ëmës Rumanit për ta bindur që të hynte në Islam. Nëse besimtarët kishin zhgënjime dhe kundërshtarët e tyre kishin bezdinë e përballjes me një prani të re të pallogaritshme në Mekë, e cila kërcënonte të prishte mënyrën e tyre të jetesës dhe t'u arrënonte krejt projektet për të ardhmen, sidomos ato për planifikimin e martesave të fëmijëve të tyre. Beni Masumet ishin kënaqur kur i afërti tyre Abdullahu i që kundërvën aq mbret kushëririt të tij Muhammed në kuvent, dhe vëllai i Abdullahut Zuhairi donë se disi me pak armiqësor ndaj fesë së re, kishte refuzuar të hynte në të. Sikurse Abdullahu, ai ishte i biri i Atikës, vajzës së Abdul Mutalipit, por babai i tyre tashmë i vdekur kishte pasur një grua të dytë, por me emrin Atika, e cila i kishte lindur një vajzë. Hindi, kështu quhej, ishte gruaja me bukuri të madhe. Tashmë, në vitin e saj të 19, dhe nuk ishte shumë që ishte martuar me kushëririn e dy gjysmë vëllezërve të saj, Ebu Selmën e degës tjetër të Mazumeve. I tërë klani ishte i kënaqur me këtë lidhje mes dy degëve. E madhe, pra, ishte lemëria atyre kur Islami i Ebu Selmës u bë i njohur. Dhe kjo lemëri u dyfishua kur Hindi apo Seleme, siç quhet prore, në vend që ta lindte të shoqi,
U bë si ai, një prej ndjekësve më të devotshme të dërguarit. Pas vdekjes së babait të Ebu Selemës, Ema Bara, që martuar me një Kurejsh të klanit Amir, me të cilin kishte një djalë të dytë të njohur si Ebu Sabra. Suheli, kryetari i klanit, i kishte dhënë së fundmi Ebu Sabaras të bien Kulthum për martesë. Ndryshe nga motrat Arva, Bara nuk ishte hyrë ende në Islam, por Ebu Sabra ju nështrua ndikimit të tij, jo vetëm përmes gjysmë vëllait të vet Ebu Seleme, por edhe njerëkës së tij, gruas së dytë të babait Meimunës. Pikërisht Meimunës dhe motrave të saj bashkëshortëve të Abasit, Hamzait dhe Xhaferit, ju referua i dërguari kur tha: padyshim, motrat janë besimtare të vërteta, dhe martesa e Meimunës u solli amirëve një prani të fuqishme besimi. Suheli kishte një motër tjetër, Sala, të cilën ja kishte dhënë Ebu Hudhejfes, djalit të priesit Shëmsit Utba. Amirët ishin rritur shpejt në pushtet së fundmi, dhe kjo martesë shihej si e leverdishme nga të dyat klanet. Mirë po, jo shumë më vonë, çifti hyri në Islam. Ata u vujuan, ose u paraprin nga çifti tjetër, Ebu Sabra dhe Kulthum. Kështu, Suheli humbi dy bija nga feja e re dhe dy dhendur të zgjedhur me kujdes. Po kështu, ai humbi tre vëllezërit e tij, Hatibin, Salitin e Sakranin, bashkë me të shoqen e Sakranit, kushërirën e tyre, Steften. Por më e keqja, sipas Suhelit, edhe djalit të tij i madh, Abdullahu, ishte bërë ndjekës i devotshëm i të dërguarit. Abdullahu kishte shpresë se jati mund të bashkojnë një ditë, të cilat ndashin edhe nga vetë i dërguari. Pasi Suheli ishte njeri me më shumë përzotshmëri dhe inteligjencë se shumica priezave të tjerë dhe madje dihej se bënte veçime të përshpirshme. Por her për her, ai tregoi armiqësor, jo dhunshëm, por gjithsesi vendosshmërisht. Dhe mosbindja fëmijëve duke se kishte efekt rëndues. Tek Abdu Shemset, Hudhejfa nuk ishte biri i vetëm që sfidoi autoritetin prindëror. Halidi, që kishte ndëruar të dërguarin, tek e shpëtonte nga zjarri, e kishte mbajtur të fshetë Islamin, por Riati i dëgjoi për të dhe urdhëroi të hiqte dorë. Halidi tha: "Më parë vdes se lë fenë e Muhamedit." Me që rast, ishte rahur pa mëshirshëm e ishte brengosur në një dhomë pa ushqim e as pije. Por pas 3 ditësh, ai kishte ikur dhe Jati e mohoi, pa ndërmarrë veprim tjetër. Utba karakterizoi me pak nga dhuna e ishte më i durueshëm me Ebu Hudhejfen, i cili ishte i lidhur me Atin dhe shpresonte se ai arrinte t'i kuptonte gabimet e idhujtarisë. Sta përdekjen e Umejade, të Abdushemsëve, krahas Islamit të Uthmanit, të martesës së tij me Rukajen, pati humbje të tjera serioze. Shumë nga aleatët e tyre të Beni Esed ibn Huzejmes e kishin pohuar, po ashtu besimin e tyre në fenë e re. 14 gjithsej, përfshirë familjen Gjash, të cilët si kushërinë të profetit, ishin padyshim të parët. Me këta aleatë të çmuar, kryetari Umejad Ebu Sufjan humbi dhe të bien Habibe, të cilën e kishte martuar me Ubejdullah ibn Gjashin, vëllain e vogël të Abdullahit. Në klanin Adi, të familja njërit prej priezve të saj,
fuqia lidhjes së të vërtetës, për të thyer lidhje më të vogla, kishte parafiguruar në brezin e fundit Nufeli. Kishte pasur dy djemë, Hatabin e Amirin. Nga dy gra të ndryshme dhe kur vdiq Nufeli, ëma e Hatabit u martua me thjeshtin e saj Amrin dhe i lindi një djalë, të cilin e quajtën Zeid. Hatabi dhe Zeidi ishin kështu vëllezër nga nëna. Zeidi ishte ndër të paktit që si Berekah i shihte praktikat idhujtar të Kurejshëve siç ishin, dhe jo vetëm që refuzonte të merrte pjesë në të vetë, por nuk pranonte as të hante çkado që ishte fluar idhujve. Ai deklaronte se adhuronte Zotin e Ibrahimit dhe nuk nguronte t'i qortonte të tjerë publikisht. Hatabi nga ana tjetër ishte ushtrues i paepur i praktikave të regjuara të Kurejshëve dhe skandalizohej nga mosrespekti i Zeidit për zotat dhe perëndit që ata adhuronin. Kështu që e përsekutoi deri aty sa ta detyronte ta lindte lugore në Mekës e të jetonte në kodrat sipër. Madje organizoi një band të rinjsh, të cilët i udhëzoi të mos e linin Zeidin t'i afrohej haremit. I debuari kësisoi e la Hijazin dhe shkoi aq larg sa Mosuli në Irakun verior dhe se Andeimi në juglindjet e Sirisë, duke pyetur gjithmonë Murgjër e Rabin për fenë e Ibrahimit, qërsa më në fund takoi një murg që i tha se ishte afërt koha kur mund në vendin e lënë prej tij do të dilte një i dërguar që do të predikonte fenë që po kërkonte. Zeidi atëherë bëri brapsht, por duke kaluar territorin e Lahmit në kufirin jugor të Sirisë, u sulmua dhe vdiq. I dërguari e ka lavdëruar dhe atë dhe ka thënë se ditën e gjykimit ai do të ringjallet duke mbajtur në vetvete vlerën e një populli të tërë. Tashmë kishin kaluar shumë vjet nga vdekja e Zeidit dhe Hatabi kishte vdekur dhe i biri i tij Umeri e kishte mirë me djalin e Zeidit, Saidin, i cili ishte martuar me motrën e Umerit, Fatimen. Plasa midis dy degëve të familjes që mbyllur, por me ardhen e Islamit, Saidi që ndër të parët që ju bashkuan, ndërsa Umeri, nëna e të cilit ishte motra e Abu Xhelit, u bën ndër kundërshtarët e tij më të egra. Fatimi ja ndoqi të shoqin, por ata nuk guxonin t'i tregonin vëllait e saj, duke njohur natyrën e tij të dhunshme. Umeri rrethohej nga Islami, dhe në një anë tjetër, e shoqja Zenebja ishte motra Uthmanit, birit të Mazunit të klanit Gjuma. Uthmani ishte asket nga natyra dhe kishte pasur prirje drejt monoteizmit që para spritjes së shpalljes. Ai dhe dy vëllezërit e tij ishin ndër të parët që ju përgjigjen asaj. Dhe ata e Zenebi kishin edhe 3 nipa në Islam, rreth vetë Zenebit, bashkëshortes së Umerit. Nuk regjistrohet gjë në këtë stad, sepse ngado që t'i kishte simpatit, ajo kishte arsye të fuqishme për t'i mbajtur të fshehta. Vëllai i saj Uthmani ishte edhe më pak i pa kompromis se Umeri, donë se më pak i dhunshëm. Zenebi dhe vëllezërit ishin kushërinj më të rinj të kryetarit të klanit të tyre, Umeje ibn Halefit, njëri prej armiqve më të pasbutshëm të Islamit, ashtu si familja tij e afërt. Pikërisht vëllai i tij Ubej çoi një ditë një kock të kalbur të dërguari, pastaj tha: "Prap me toke, o Muhammed, se Zoti mund ta sjellë këtë në jetë." Atëherë
Me një skërdime e thërmoi kockën me dorë dhe ja fryu grimcat në fytyrë të dërguarit, i cili tha: "Tamam këtë pohoj, ai do ta ngrej atë dhe ty gjithashtu, kur të jesh si ajo. Tani, atëherë do të fus në zjarr." Pikërisht u bejt i referohet shpadja. Ai harroi të qenet e tij i krijuar dhe tha: "Kush do t'ju jap jetë kockave kur të ronitën?" Thuaj. Ai që u dha qenjen për së pari, do t'ju jap jetë sërish.